Është përmbyllur java e hapur në shkollën profesionale Shërbime në Korçë. Çdo ditë janë ftuar nxënës të shkollave nëntëvjeçare për t'u informuar lidhur me drejtimet që ofron kjo shkollë, si dhe me profesionet që mund të përfitojnë në rast se do të zgjedhin të vijojnë aty studimet e mesme. Shkolla ka qenë e hapur dhe është vizituar nga nxënës, nga mësues, nga prindër të ndryshëm, nga biznese të ndryshme. Qëllimi ka qenë që të orientojmë nxënësit e arsimit nëntëvjeçar dhe prindrit e tyre drejt profesioneve. Gjatë kësaj periudhe, gjatë gjithë javës, pothuajse shkolla është vizituar rreth mbi 20 shkolla nëntëvjeçare të gjithë qarkut dhe që në afërsi mbi 200 nxënës kanë vizituar shkollën. Çdo ditë ne kemi pasur një aktivitet të programuar nëpër kabinetet e praktikave dhe në salla të ndryshme të ambienteve të shkollës, ku nxënësit i kemi orientuar drejt profesioneve duke ju shpjeguar çfarë është profesioni, çfarë vlera ka, çfarë përfitojnë nëse janë nxënës të kësaj shkolle në një nga drejtimet që ne ofrojmë. Dita e fundit e kësaj jave të mbushur me aktivitete ka qenë më tepër festive, ndaj edhe nxënësit janë organizuar edhe në aktivitete sportive dhe kulturore. Shkolla profesionale Shërbime në Korçë ofron 4 drejtime studimi: hoteleri, turizëm, bujqësi, veterinari dhe ekonomi biznes, ndërsa ofron edhe një drejtim pas të mesëm që quhet dizenjim mode.